Mirëmbrëma miq, një sezon i ri në TV7 me zëra të rinj dhe mesazhe që frymëzojnë. TV7 vjen me 2 programe të reja që synojnë të prekin zemrën dhe të forcojnë besimin e krishterë në jetën e përditshme. Së shpejti programi televiziv Një ditë në jetë me Driton Gashi çdo të njëjtë ora 21 dhe programi e dashur dhe e zgjedhur me Ina Gashi çdo të diel ora 21 në TV7. Për të folur më shumë për këto programe dhe mesazhet që ato do të sjellin, me ne në studio janë të ftuarit special Driton dhe Ina Gashi. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u qetëm. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Tani jemi koleg. Unë kështu e ndjej. Dhe kështu është vërtet. Ndihemi të privilegjuar. Ndihemi të privilegjuar. Lavdi Zotit. Po tani më tregoni pak se si ndiheni tani, eksperiencë e parë televizive, edhe një lloj i veçantë edhe i parë në këtë format. Si po e përjetoni? Ta nisim me Inën? Se ne femrat jemi pak më të ndjeshme. Unë besoj që patjetër është një përvojë e re, është një eksperiencë e re, por ne e kemi marrë si një shërbes. Ne e kemi marrë të dy si një shërbes ndaj Perëndis. Pastor. Shumë vite më herët, kur unë flisja në një kishë apo në një program apo kudo që isha, shumë herë më ka ndodhur që njerëzit më vinin mbrapa nga ajo çfarë kisha ndarë dhe më pyesnin në cilin televizior punon ti, apo në cilin radio punon ti, sepse ata më thonin që zëri yt është shumë radiofonik dhe është e pamundur që ti mos më punon në ndonjërin nga televiziorat apo radiot. Dhe unë i thosha jo, nuk kam qenë asnjëherë dhe nuk e kam bërë asnjëherë një gjë të tillë, kam qenë për programe televizive dhe në për radio dhe zëri im ka tingëlluar mirë në vesh të njerëzve, por kjo që tani po e planifikojmë të kemi edhe ne si emision, unë besoj që shumë njerëz e kanë vërejtur me herë dhe tani po vjen në një realitet. Është e vërtet, shiko, njerëzit nga jashtë pikasin disa talente dhe ndoshta i thonë dhe ti se ke menduar asnjëherë, po vetë ke pasur talent, e ke menduar vetë pastor ndonjëherë këtë, e ke parë vetë në një format televiziv? Mbasi unë e vi edhe me një prapavi tjetër që kam kënduar në për darsma, në për banketet të ndryshme, edhe atëherë ndoshta dhe nga ana publike shumë gjëra kanë filluar me rrjedh. Por pse bëhet edhe për televizionin, nuk e kam ditur, se kisha menduar, por ja që besoj që është një përvojë e re dhe me qenë ma afër me njerëzit. Po, Ina, ti e kishe menduar këtë pjesë se do vinte një ditë dhe ti do kishe këtë lloj eksperience? Pra do të nisësh këtë lloj eksperience? Në fakt, nuk është se e kam menduar. Nuk është se e kam menduar, por ne po jetojmë në një botë kur njerëzit zakonisht sot janë shumica me telefon në dorë. Edhe është shumë e vërtet në fakt që vitet e fundit Zoti ka përdorur jetën time për të ndarë mesazhe, për të ndarë, mua më duket atë fjalë e madhe, të predikosh. Por Zoti ka përdorur jetën time edhe unë kam menduar gjithmonë dhe është e vërtet që është vajosja e Perëndis që vjen tek njerëzit për të ndarë fjalën. Por fillimisht kur mu ofrua si ofertë nuk kam dashur në atë pjesën sepse kam menduar gjithmonë që Perëndi a duhet që dhuntit tona t'i përdorim për diçka tjetër, por unë besoj që kam arritur në një pikë që çdo dhunti që Zoti na ka dhënë duhet ta përdorim për lavditë të Tij. Dhe ashtu si e thash në fillim, unë e kam marrë si një shërbes, më duket sikur unë në televizion po marr mikrofonin edhe Zoti do ta përdorë jetën time për ungjillizim, sepse do të jetë një emision, patjetër një emision i krishterë. Kështu që unë jam e lumtur edhe pavarësisht nëse kam pas përvojë apo jo, unë besoj që kur Zoti të thërret, të pajis, edhe unë mendoj që Zoti na ka pajisur me hirin e Tij për këtë punë që do të nisim. Po, mirë, keni ndonjë meraka, ndonjë siklet që okej, nisi programi. Për shembull, çfarë ke më shumë merak për nga vetja jote, pastor? Për të folur e di që se ke merak. Nga njëherë kjo pamje me sjell tek Mojsiu. Kur Perëndia i tha të bëj diçka, i tha, po unë si mund të flas, si mund ta bëj këtë, çfarë? Por Perëndia u përgjigj në një mënyrë shumë të veçantë dhe tha, kush e ka bërë gojën? Dhe
unë besoj që patjetër që do të jetë një sfidë përpara nesh, po unë besoj që ngadalë ne do të vijmë për atë se çfarë do të kemi përpara. Dhe nuk e shoh domethënë sikur një mur të madh pengese përpara, por prapë e shoh si një përgjegjësi, sepse or diçka tjetër çfarë ne mund të themi, or diçka tjetër kur ne flasim dhe mbetet edhe njerëz tjerë mund ta dëgjojnë, ta shikojnë edhe shumë herë, kështu që e di se është diçka më përgjegjësi. Në lavdi Zotit. Kurse Ina, ti ke ndonjë merak? Dritoni përdori rastin e Mojsiut, kurse unë dua të përdor një rast tjetër. Fillimisht kur më bësi ofertë, në fillim unë thash Zot, por ku mundet të më kenë spikatur? Edhe një rast në Bibël është që kur Perëndia donte për të zgjedhur Davidin, edhe pse i ati Davidit ishte duke rreshtuar fëmijët e tij të tjerë, djemtë e tjerë, dhe profeti vjen edhe thotë që ti ke edhe një djalë tjetër. Ndoshta unë nuk kam pasur përvojë televizive, ndoshta unë gjithmonë kam qenë, domethënë, i ruhesha, i ndruhesha kamerave. Por unë besoj që si Davidi kur Perëndia u zgjodh, unë besoj që kur Zoti zgjedh, edhe unë e kam marrë si një privilegj, nuk e kam marrë si një barr, dhe unë e falenderoj Zotin sepse unë besoj që kjo është një nga përgjigjet e lutjes. Unë dua të ndaj me ju diçka të shkurtër. Para disa kohësh, kur erdha me librin tim të parë, e dija që ndoshta jo shumë herë lexohet. Edhe kam thënë Zot, nëse libri nuk lexohet shumë në një masë të madhe, të lutem përdore jetën time që unë, dhe këtë po e them me shumë sinqeritet, përdore jetën time për brezin tim, apo dhe për brezat të tjerë që do të vinë, që unë të jem një arsye që dikush të takoj frymën e shenjtë, unë të jem një arsye që dikush të njohë Zotin. Edhe një nga, nuk është merak, por një nga gjërat që unë e kam sjellë përpara Perëndis, kam thënë Zot, bëj që në programin tim, edhe pse do të jenë gra edhe vajza, bëj që dikush kur e shikon të thot ka diçka tek ajo vajzë, është diçka, është prezenca e Perëndis. Unë nuk dua që të jetë thjesht vetëm një e diele bukur, e diele këndshme që shikohet në televizion, por lutja e zemrës time është që të jetë një program kur të thonë aty është prezenca e Jezusit. Edhe kjo është lutja ime. Nuk e kam marrë si një barr, e kam marrë me gëzim. Unë e di që çdo gjë që vjen prej Zotit ti e paqe, ti e gëzim, edhe unë e kam marrë me shumë gëzim. Lavdi Zotit, më pëlqen mënyra se si e shpjegon nisjen e këtij programi që të ndjehet prezenca e Zotit, e sigurisht që Zoti përdor. Me që po flisje për pjesën e librit, kur Inen kisha në studio ndërsa fliste dhe artikulonte, dhe sigurisht që je një nën, je një femër e lexuar, e artikuluar, mund të vëreja edhe disa talente, sepse në fakt një studio televizive do të kesh edhe pak talent të lindur, them unë. Përveç pjesës tjetër. Po lavdi Zotit, a mendoni si u ka ndihmuar shumë edhe platforma e Kishës duke qenë tërkohën në kontakt me njerëzit pastor në biseda, duke predikuar ungjillin, ndoshta është një pozicionim i kahershëm, mund të themi, për të ardhur këtu ku ju do të jeni? Unë besoj që për pozitën time, ndoshta është pak më e lehtë, sepse tashme për shumë vite, sikur pastor dhe duke predikuar në për shumë vende të ndryshme, qoftë me turma të vogla, qoftë me turma të mëdha, për mua ndoshta është më lehtë të jem ndoshta në këtë platformën e re tani. Ndoshta për Inen do të jetë pak me vështirë për momentin pasi, por edhe Inen kemi parë mundësi ta shikojmë edhe përpara turmave, unë besoj që edhe Ina do ta bëj një punë të mirë. Po, më e lehtë. Tani do i marr me radhën. Tani flasim pak për studiot. 2 studiot në Gjakov. Studio e Drejtonit dhe studio e Inës. Si po ecin përgatitjet pastor, në çfarë faze, ka diçka të veçantë që kur nisi? Kur fillum, duke si një ëndër, domethënë se si do ta marrim gjitha ato pazullat, t'i bëjmë së bashku për ta bërë atë fotografinë, por gradualisht ne filluam dhe menduam që gjithçka do të jetë gati që në kohën e dhjetorit, atëherë ishte vrulli im. Por prapë domethënë e kuptuam që ndoshta do të marrë më tepër kohë. Po, do dhe pak kohë. Dhe tani këtu në janar ne kena filluar domethënë që të kemi gjërat më afër, kemi afruar shumë gjëra. Unë besoj që do të jenë 2 studio, jo vetëm që do të duken bukur, por do të prezantohen edhe në mënyrë të denjë, domethënë përpara publikit, të vështatës dhe audiencës.
të shqiptarëve në Shqipëri e në Kosovë, sepse studiot janë të dyja në Gjakov. Tani ne nuk do zbulojmë pamjen nga studiot, sepse do të jetë programi ai që do të jetë ekskluziv për ju, pra 2 programet, me Inën dhe me Dritonin. Tani një pyetje kam unë, se unë di që studiot janë ngjitur njëra me tjetrën. Ina kalon këtej, pastori andej. Kështu, unë e di që ju s'keni konkurrencë njëri me tjetrin. Po si e shikoni këtë pjesë tani? Nuk jeni ngarë kur do dalë për program. Gjëja më e bukur është që patjetër që ne kemi marrë si shërbes, edhe gjëja më e bukur është që përsëri jemi të dy bashkë në shërbes. Nuk kam hezituar edhe në këtë pjesën për të thënë që Zot faleminderit sepse bashkë me Dritonin do ta kuptojmë njëri tjetrin më mirë, do ta ndihmojmë njëri tjetrin edhe nuk kam më gjë më të mirë, domethënë kur gjërat frymërore të lidhin bashkë. E kemi marrë si një shërbes, jemi të dy bashkë në këtë shërbes, edhe është shumë gëzim, por për punën e xhelozisë, unë nuk besoj që është. Konkurrencë, jo xhelozi. Konkurrencë, domethënë. Unë nuk besoj që është. As te Dritoni, unë besoj që do të jemi një ndihmë për njëri tjetrin. Kjo është një shërbes për lavdi të Zotit që të dy bashkë do të punojmë. Unë e di që Driton, ti ke dëshirë që bashkëshortja jote të shkëlqejë. Nuk e vën diskutim unë këtë pjesë. Bolle kam pas dëshirën në këtë mënyrë, por kam filluar ta vrej që Ina po ka me shumë dëshirë që unë të shkëlqej më shumë. Kështu që është patjetër kjo mes jush. Ja, ç'a do bëjmë është që nëse fillojmë ta shikojmë do të thonë si lloj konkurrence, e kemi shumë lehtë. Ata unë them dilte te studio im, unë do të dal te studio jote. Shumë bekim, shumë. Nuk besoj që kjo është. Tani dua të flasim pak për programin. E nisim me Inën, e dashur dhe e zgjedhur. Ina, si erdhi ky titull programi? Pse pikërisht e dashur dhe e zgjedhur? Çfarë personifikon për ty ky titull? Atëherë, fillimisht dua të tregoj që ai është një program që do të jetë për gra, edhe për vajza. Çdo gruaj edhe çdo vajzë do t'i lihet një hapësirë për të folur mbi jetën e saj, mbi dëshminë e saj, mbi gjërat që Zoti ka bërë në jetën e çdo gruaje. Kjo do të jetë një hapësirë për çdo lloj grua. Dhe e dashur dhe e zgjedhur. Bibla thotë që hiri është, bukuria është e rrem, po gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të përlevdohet. Edhe unë besoj që të jesh e dashur, e pranuar, automatikisht të çon në një të zgjedhur. Bibla thotë që shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Edhe unë besoj që jemi në një kohë kur Perëndia po përdor çdo grua jetën e saj për të qenë e zgjedhur. Dhe automatikisht janë paralelisht të dyja. Ti mund të jesh e zgjedhur, ti je dashur, ti sjell gëzim në familje, në kishë, në vendi ku punon. Dhe besoj që ishte një titull i spikatur, një titull i zgjedhur. E dashur edhe e zgjedhur. Shumë bekim. Dhe programi do të jetë, siç e thash në fillim. Për gra dhe për vajza. Po, për gra dhe për vajza, besoj për të gjithë Kosovën, pra jo vetëm për Gjakovën. Jo, për të gjithë Kosovën. Çfarë tematika është konkretisht? Edhe për të gjithë Shqipërinë, do të lëm hapësirë për çdo grua. Çfarë tematika është konkretisht? Do të jenë, pra unë e thash, tematika çfarë Zoti është duke bërë në jetën e tyre, çfarë dëshmit në jetën e tyre. Si jeta e tyre ka ndryshuar. Po. Për gratë që kalojnë përmes sfidave, për gratë si për marse, ka vend për të gjitha. Gratë, nënat dhe vajzat nga Gjakova dhe jo vetëm. Ka vend për çdo grua të dashur dhe të zgjedhur nga Perëndia. Lavdi Zotit. Do shta ne jemi munduar t'i vëmë vetes çdo lloj epiteti, kalojmë situata, por në fund të ditës ne duhet të mendojmë që ne jemi edhe të dashura, ne jemi edhe të zgjedhura. Po. Dhe programi Pastor Një Ditë në Jetë, pse pikërisht nga erdhi ky emër për programin tënd? Të them të vërtetën, kjo ka lindur një ide në muajin maj të vitit e kaluar. Unë isha në një konferencë në Berlin dhe pikërisht në atë kohë atëherë ishte ajo konferenca me Franklin Graham dhe ishte diçka ungjëllëzuese. Përderisa unë isha në njërin nga sesionet duke dëgjuar, një diçka lindi brenda meje. Nuk e dija se çka është. Dhe pastaj unë fillova të mendoj pikërisht në gusht të vitit e kaluar më tepër për këtë gjë dhe erdhi kjo brenda meje Një Ditë në Jetë. Një Ditë në Jetë ka një hapësirë të gjerë për çfarë mund të flasim. Por e thjeshta kësaj ishte që se si mund të vim të gjithë njerëzit tek realiteti
që ne vërtet e kemi dhe jetojmë vetëm një ditë në jetë. Dhe pikërisht në ato kohë, përdesa unë po mendoja për këtë, e ndjeja në zemër ta kemi edhe një traktat, një fletushk, dhe edhe ajo fletushk është titulluar me një ditë në jetë. Të them të vërtetën, brenda kësaj fletushke që unë po të cekë tani, edhe për temën që do të jetë, unë besoj që njerëz duhet të vinë te ky realitet. Sepse ne mund të jetojmë 100 vite. Unë nuk e di sa i dojnë njerëzit. Nëse dojnë më shumë edhe 200. Por 200 vite ne jetojmë sot. Ne kur nuk jetojmë tani për kur t'i bëjmë 100 vite. Edhe kur 100 vjetori jonë është sot. E kalumja nuk kthehet, e ardhmja nuk është e sigurt e nesërmja. Ne jetojmë për sot. Po një gjë që është e sigurt është edhe kjo, që edhe kur zgjohemi nesër nga gjumi, dhe atëherë kur do i bëjmë 100 vite, ne jetojmë vetëm për sot. Po atë arsye unë kam ndjerë që ne duhet të prekim një realitet me çdo mysafir që do të vijë në studio, në minutat e para ne do të flasim se si e përshkruan çdo person që është vetëm një ditë në jetë, që audienca, publiki dhe gjithë njerëzit që na dëgjojnë ta kuptojnë që është koha që ti të jetosh, të bësh plane, por në jetën kohë të mendosh për një thesar në qiell. Pra, kjo do të jetë tema në çdo program një ditë në jetë, me të ftuarit si e ke konceptuar si program. Ajo do të jetë, kjo, domethënë momentet e para, minutat e para me çdo person të ftuar, unë do të flas në perspektivën e tyre se si ata do e paraqesin një ditë në jetë. Këto fjalë, pra një ditë në jetë. Këto fjalë të para. Pra, një ditë në jetë këto fjalë erdhen në zemrën tënde nga Zoti, ndërkohë që gjatë fushatave të ungjillizimit në Gjakov fletush ka mban të njëjtin emër, mund ta mbash në dorë dhe të na e tregosh. Dhe quhet me titull Një ditë në jetë. Një ditë në jetë. Më pas lindi ideja për të pasur një program me këtë titull? Ashtu. Dhe e kisha këtë pamje para. Sepse unë i shikoja një trast, i shikoja disa ferkama po hapa, domethënë gjurmë, dhe pastaj shikoja një port tek qielli. Dhe shikoja këtë rrugën që çdo njeri, ti, unë, secili ne jemi në një udhtim në këtë jetë, dhe trasta është ajo se çfarë kemi investuar tani për të ardhmen tonë. Sepse ashtu sikur edhe Bibla na mëson se çfarë do të mbjellim korrim, dhe një ditë ne nuk do jemi më në këtë tokë, por kjo trast është ajo se çfarë kemi investuar tani për të ardhmen nesër, sepse një ditë do të jemi përpara Perëndis. Dhe portat e qiellit janë të hapura, ato të na presin një ditë neve. Prandaj, edhe kjo domethënë është realiteti që ti dhe unë çdo ditë jemi duke jetuar. Por nuk je jetojmë për nesër, ne i bëjmë planet për nesër. Edhe për javën tjetër, edhe për një muaj, edhe për një vit, por mos harroni një gjë, sepse ne edhe kur zgjohemi mbas një viti ne jetojmë për sot. Dhe unë mendoj që është koha edhe në mënyrë ungjillizuese që njerëzit përmes këtij misioni dhe përmes kësaj fletushke të kuptojnë që ne duhet e kemi vetëm një ditë në jetë, por edhe brenda kishës, edhe kisha të kuptojë që ne kemi një ditë në jetë, të investojmë, të bëjmë të mirën, të ndihmojmë tjetër, të shërbejmë Zotit më mirë se sa sot, ndoshta apo si sa dje në ditën kur ne ngritemi sot. Nëse nuk është të tepër, unë mund ta përdoroj një shembull se çfarë më duket dashur të them. Që unë shpesh i pyes njerëzit në një mënyrë më të thjeshtë, a mund të jetosh një ditë pa cigare? Dhe ata fillojnë mendu, por mas një muaji, unë po të pyes një ditë. Sepse ti jeton vetëm për sot. A mundesh sot të mendosh ndryshe? A mundesh të thua që sot unë të pi cigaren? Dhe ti nuk ke nevojë mendu për nesër, kur të ngritet ti nesër, prapë thuaj sot do nuk ta pi. E kështu më radhë, domethënë janë shumë gjëra në jetën tonë që nuk do vendosim sot dhe nuk kemi nevojë mendu që a do të vijë apo jo ardhmja. Ne i bëjmë planet, por ne jetojmë prapë për sot. Dhe unë dua t'ju krajoj çdo dëgjues që tani do të na dëgjuar dhe të ardhmen që ne jemi duke mbjellur një thesar që një ditë do të reflektojë në qiell. Lavdi Zotit, një ditë në jetë, dhe kështu lindi dhe ideja për programin. Dhe ti na e shpjegove se çfarë do thotë për ty një ditë në jetë. Pra pastor, një ditë në jetë mund të bëhet pikëthese për çdo fushë të jetës sonë. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Dhe pra atë arsye po them që ne duhet të kuptojmë të vim të këtë realitet, që ne nuk jetojmë për nesër. Çdo ditë ne jetojmë për sot.
Njerëzit duhet ta kuptojnë një herë për gjithmonë që edhe nesër, edhe mas një javë, edhe mas 100 vite nëse jetojmë, prapë do të jetë sot. Lavdi Zotit. Shumë bekim. Po përveç programit Një ditë në jetë, kam dëgjuar që në planet e tua është edhe një libër me të njëjtin titull. Është e vërtet? Po patjetër që kjo fletushk Një ditë në jetë, edhe emisioni televiziv Një ditë në jetë, në zemrën time është Një ditë të jetë një libër. Po, me që jemi tek ky titull. Po, dhe unë besoj që në ta ardhmen shumë të afërt, domethënë do të punojmë këtë drejtim që njerëzit përmes emisionit të vinë dhe të kërkojnë edhe librin, do thotë që ata mund ta kenë edhe librin Një ditë në jetë, sepse do të marr edhe ide nga shumë musafirë që kemi, do të qesim së bashku më të mirën dhe do të përpilojmë një libër që unë besoj do të ketë ndikim të madh në jetën e njerëzve. Por edhe kjo fletushk, domethënë është në zemrën time që të shpërndahet me mijëra, me dhjetra mijëra, me qindra mijëra. Shumë bekim. Po. Pastor, kush mendon se do të jetë të ftuarit e tu në program? Unë besoj që do të kemi pastor të ndryshëm, drejtues të ndryshëm, po jo vetëm nga Kosova dhe nga Shqipëria, po unë besoj që do të kemi edhe nga vende të ndryshme, kur unë jemi përfshirë ndoshta edhe në Shërbes, edhe në Maqedoni, por edhe mysafirë që na vijnë nga vende të ndryshme. Lavdi Zotit, shumë mirë. Do të ketë hapësirë për të gjithë. Si e shikoni këtë bashkëpunim me të vështatën, personalisht? Ndihem të privilegjuar dhe prapë unë e them që ndihemi që një pjesë asaj që ne do të kemi mundësi të bëjmë diçka më shumë së bashku. Lavdi Zotit. Bashkëpunimi i shkëlqyer. Tani e keni lënë surprizë për njerëzit tuaj më të afërt? E din për këtë nismë apo nuk e keni ndarë me shumë persona, ose ata që e din si e kanë pritur pastor këtë? Ka qenë diçka që kemi mbajtur për shumë kohë në zemrën tonë, sepse prapë po kthehemi tek ajo që thashë një herë duke si kër ëndra, a është kjo një realitet që do të ndodhë. Por e mbaj mend kur sot në mënyrën se si kam shpjeguar për herë të parë në kish përpara njerëzve, duke prezantuar që domethënë po fillon një studio në kishën familja. Domethënë bashkëpunim në gjithçka me të vërshtatën, por vërtet ishte një gëzim atë moment, ende edhe pse se dinim se çfarë do të ndodhë, por jo shumë njerëz, ndoshta njerëz të ngushtë familjes e din, por disa nga pastorët në Gjakov e din, por ndoshta jo shumë veta. Jo shumë veta, po do ta marrin vesh Ina. Në fakt, me disa njerëz që e kam ndarë të afërt, ka thënë, po ju jeni shumë të ngarkuar. Edhe këto e morët për sipër? Edhe këto e morët për sipër, por patjetër që kanë qenë të gëzuar. Lavdi Zotit, po më besoj që do t'ja dilni. Ka hirë për gjithçka nga Zoti. Amen. Në kuadër të këtyre dy programeve që prekin komunitetin e krishterë dhe jo vetëm, si është Gjakova aktualisht, pra sa të hapur janë njerëzit për ungjillin? Ju vazhdimisht organizoni fushata ungjillizimi, keni takimet e kishës pastor, edhe vetë kam pasur mirësinë për qenë prezent në kishën tuaj dhe shoh njerëz pafund që vinë. A janë njerëzit të etur për ungjillin në Kosovë? Si është aktualisht? Në mënyrën se si po shikojmë tani situatën e ungjillizimit në Kosovë, do të thotë ndoshta njerëzit janë gati me dëgju. Nuk e jemi në ato kohë, domethënë kur jemi me rezistencë, kur njerëzit na refuzojnë më të madhe, por ne jemi një kohë ku ne shohim domethënë që përkushtimi nuk është aq. Por ne po i besojmë që nëse në një mënyrë apo një tjetër kena provuar deri tani, unë po i besoj Zotit që në këto emisione ne do të kemi pastorët e Gjakovës, shërbestar rreth vendeve tjera, jo vetëm Gjakov, që njerëzit do të shikojnë që ka pastor, ka drejtues, ka kisha të ndryshme, domethënë nëpër Gjakov dhe në Kosovë, dhe të arrijmë komunitetin në një mënyrë të re. Po. Lavdi Zotit, në fakt do doja të veçoja pak edhe punën që Ina po bën me takimin e grave në Kosovë. Si shoh që ka shumë që vinë dhe duan të dëgjojnë Ina, është e vërtet kjo? E vërteta është që ne të dy, këtë vit kemi ndjerë që ky do të jetë 2026, do të jetë viti ungjillizimeve të mëdha. Ne mundohemi si shërbëtor të Perëndisë të bëjmë punën tonë. Dhe patjetër që ka interes, por ne nuk e dim domethënë për ecurinë, ne lutemi, ne i besojmë Zotit për jetrat e tyre, ne kemi besuar Zotit për
për bashkësinë, për kishën, ne kemi besuar Zotit për Gjakovën, për Kosovën, por ne besojmë që Perëndia nuk e le asnjëherë veten pa një dëshmi. Është e vërtetë që kemi pas shërbesa të mëdha ungjillëzuese edhe tani për vitin e ri. Ne besojmë Zotit që Zoti nuk do ta lëri veten pa një dëshmi, si te gra, te vajza, te familjet. Kjo është ajo që Lavdi Zotit. A besoni gjithashtu që programet që ju do të sillni, pra 2 programe do të ndikojnë në jetën e komunitetit atje. Pra, njerëzit do të marrin diçka. Çfarë besoni në zemrën tuaj? Patjetër, domethënë sepse në radhë të parë ky është edhe qëllimi i gjithçkaje brenda zemrave tona, që në një mënyrë apo një tjetër t'ia ofrojmë lajmin e mirë komunitetit ton sa më afër aty të shtëpia. Por ne jemi duke punuar në çdo mënyrë, unë besoj që jo vetëm ne, por po flas ne, unë po flas në përgjithësi për kishën e Kosovës, që të ungjillizojmë sado që është mundun, sepse edhe në mënyra të ndryshme t'ju sjellim njerëzve këtë lajm të mirë, sepse ne e dimë që nuk ka lajm tjetër për shpëtimin e njerëzve përposa emrit Jezus. Por ne jemi mirënjohës Zotit për shumë vite kurdo që kanë investuar në jetat tona, na kanë trajnuar dhe kena marrë mësime nga përvojat e tyre, dhe sadopak tani Zoti do t'i përdorë dhe jetat tona që nuk është asgjë për një emër, por është vetëm e vetëm që mbretëria e Zotit ecë përpara. Lavdi Zotit. Edhe për ta përmbyllur këtë intervistë dhe për ta cilësuar sërish, pra ju tha që 2026 ta besoni që është një vit ungjillizimi për ju, për kishën tuaj në Gjakov, po e nisni me risi të reja 2 programe, Dashur dhe e zgjedhur dhe programi Një herë në jetë në drejtimin tënd, pastor. Një ditë në jetë. Do të vazhdoni me takimet e kishës, në plan është libri me të njëjtin titull. Gjithashtu kam dëgjuar, megjithatë nuk dua të zbulojmë shumë sepse ne do të kemi të ftuar special për albumin tënd më të ri, pastore, dhe kjo është një risi për këtë vit apo jo? Edhe kjo është një risi që unë besoj që po vjen në kohën e Perëndis. Do t'ju flas më shumë për këtë kur do jemi të flasim vetëm për këtë çështje. Dhe ky do të jetë albumi i tretë. Albumi i tretë. Është në përfundim tani, unë besoj që nga fundi janarit, fillimi i shkurtit, gjithçka do të jetë gati. Edhe do të jenë me 8 këngë të reja, të shkruara me muzikë dhe me tekst nga ana ime, kështu që në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe. Në lavdi Zotit. Shumë bekim, pastor. Shumë faleminderit, unë ju uroj vetëm suksese, shkëlqeni. E thash tani jemi koleg. Faleminderit shumë. Shkëlqeni për mbretërinë e Zotit. Shumë faleminderit nga ju. Faleminderit edhe prej jush. Miq, ju kujtojmë se TV7 vjen me programe të reja, Një ditë në jetë me Driton Gashin, dhe pra çdo të jetë në orë 21 dhe programi e Dashur e zgjedhur me Ina Gashin çdo të diel ora 21 në TV7 Albania. Qëndroni me ne në vazhdim.